në Kosovë. Dhe gjatë eksperiencës si mjek, keni u përfshit në atë që ishte operacioni më i madh kriminal që i parapriu pastaj veprimet tjera genocidale të Miloševićit, që është helmimi i fëmijëve në shkolla. A mund të na thoni diçka shkurtimisht për një operacion të tillë, pra si ju rat në gjurmë të këtij operacioni masiv dhe pse u përfshit në denoncimin e tij? Fal profesorit tim, akademik Ivo Padovan, emër i njohur në arenën ndërkombëtare për shëndetësi, unë i kisha të hapura gjitha rrugët për veprimtari politike. Unë ndodhen helmimet isha në Zagreb dhe së bashku me ministrin e shëndetësisë qytetit Zagrebi, Slobodan Lang, profesor doktor edhe ishte, e ram dakord që të mbajmë një simpozium ku do të zbardhet dhe do të hudhet dritë mbi atë ngjarje të tmerrshme që ndodhi në Merinin shqiptar, do thotë me helmimet e vitit 1990. Së bashku me doktor Langun, ne organizuam simpoziumin me karakter ndërkombëtar, Kosova sprovë ndërgjegjës mjekësore, ku morën pjesë shumë emra eminent të shëndetësisë kosovare, të cilët erdhën me punime shkencore që i prezantuan rastet çka kanë gjetur në për analizat laboratorike, simptomatologjia e tjera. Cila është e përgjigje e justifikimi i regjimit serb atëherë? Aty mori pjesë edhe një delegacion i dërguar Renkas nga Miloševići, i ardhur domethënë Renkas në simpoziumin e Zagrebit, udhëhes i atij delegacioni ishte një neuropsikiatër me renome botërore, Ljubomir Erić, i cili u mundua të plasoj tezën e një induksionit psikik kolektiv. Qartë. Në një antar i delegacionit nga Gjakova, erdhën në kryesi dhe më bëri me dije që në Gjakov jenë helmuar edhe moshat parashkollore. Do të thotë profesor Erići tha që ky induksion do moshën 11 vjeçare e më lartë. Qartë. Në Gjakov kishte ndodhur helmimi i fëmijëve në parashkollore, do të thotë prej 2, 3, 4 vjeç. Qartë, pa ju e hodhët poshtë tezën e mjekut serb. Ky ishte thelbi i përplasjes publike. Absolutisht.